Ylli anglez Jude Bellingham, protagonist absolut në El Clasico mes Barcelonës dhe Realit, është sërish në qendër të debatit për sjelljen e tij pas ndeshjes. Mesfushori 22 vjeçar, i cili shënoi një gol dhe dha një asist vendimtar në fitoren e Los Blancos, ka festuar me një gjest të pahishëm, duke simuluar se po prekte organe gjenitale përballë tifozëve të Barcelonës në Santiago Bernabeu. Sipas të përditshmes Mundo Deportivo, gjesti kishte qartësisht qëllime provokuese ndaj rivalëve katalanës. Kjo nuk është hera e parë që Bellingham përfshihet në situata të tilla. Kujtojmë që në Euro 2024, gjatë ndeshjes Angli-Slovakia, ai kishte bërë të njëjtën gjest pas një goli, duke justifikuar më pas se ishte një shaka për disa miq në tribuna. Këtë herë, përveç gjestit, Bellingham shtoi edhe një gjest provokues, duke ndezur edhe me tej tensionin e ndeshjes që tashmë ishte zjarr. Edhe pse performanca e tij në fushë ishte jashtëzakonshme, sjellja e mesfushorit anglez rrezikonte rrësoj arritje sportive. Federata Spanjolle e Futbollit pritet të hapë një tim disiplinor, ndërkohë që Real Madrid sipas burimeve pranë klubit mund të marrë masa të brendshme dhe të bëjë një paralajmim për sjelljen në publik.